ose nuk di çfarë problemi teknik mund del, po kanë qenë të përgatitur, besoj që një kohë gjatë janë duke pritur këtë moment, sepse ne prej 9 shkurtit vitit kaluar, pra me rezultatet 9 shkurtit të vitit kaluar, dije që vetëvendosja është e parë dhe ajo do të ketë mundësinë për me themelu qeverinë. Prandaj që atëherë besoj që pastaj u dhan 2 herë mundësi që të nxjerrë edhe kabinetin qeveritar, një herë zoti Kurti, pastaj zoti Konjufca, dhe kanë thënë që do të ketë ndryshime të vogla, kështu që nuk po besoj që në këto momente ju ka dalë ai problem në rrugë për ne mosmarrëveshje të mundshme, por këto çështje të vonesave nuk ndodhin për herë të parë. Kur mohen 2 seanca mbrana një dite, megjithatë ka dhe procedura teknike të cilat janë ndërmjet tyre. Po, ato kërkesa ose dërgesën që i qoj vetëvendosje presidentes, pastaj zoti Kurti për ta marrë mandatin atje. Por janë çështje teknike të cilat realisht marrin kohën e tyre dhe të shpresojmë që nuk do të vonohen, sepse keni parasysh që nëse do të qëndrojnë subjektet opozitare mbrana parlamentit, me siguri do të ketë debat bukur të gjatë dhe debatet e gjata pastaj edhe shtynë, si të tham, procedurën e votimit në fund të qeverisë. Prandaj, po them edhe sa më parë që të fillon, aq më mirë, qëllimi është që ketë kjo koha kur edhe janë qytetarët para televizorëve të tyre. Mund të japim një informacion pra që Fatmir Spahiu nuk do të jetë ministri i kulturës. E ka konfirmuar vetë, por burimet e mia më thonë që në vend të zotit Spahiu do të jetë zonja Saranda Bogujevsi, ministre e kulturës e propozuar. Pra ky është informacioni që e kam në këto momente që mund ta shpalos me juve, zonja dhe zotri, pra Saranda Bogujevsi në vend të Fatmir Spahiut nga propozimi fillestar. Çfarë do të ndryshoj tek